të nderuar qytetarë që na ndiqni, të nderuar kolegë. Përpara pak më shumë se një jave, qarku Korç, Devolli dhe Maliqi në veçanti kanë përjetuar ditë të vështira për shkak të rreshjeve të dëndura, ku për fat keq në këtë qark u shënua dhe një viktim, familjes së cilës i shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta. Nga data 19 deri në 23 nëntor, mbi këtë tokë ran gati 400 mm shi, sa gjysma e mesatares vjetore brenda pak ditësh. Por dhimbja për njerëzit punëtore e nikoqirë të këtyre zonave nuk erdhi vetëm nga rreshjet. Pasi nuk është vetëm shiu që përmbyt, por është mungesa e shtetit që mbyt shpresën e njerëzve dhe vret akoma më shumë. Le të marrim Maliqin për shembull. Në Maliq, ku njerëzit jetojnë me djersën e ballit që derdhin në ar, përmbytja nuk është thjesht ujë mbi një copë tokë. Është humbje dhe dëshpërim bashk. Po çfarë ka ndodhur aty që i dha dorë përmbytjes në vend që ta parandalonte atë? 66 rezervuar me diga dhe dampa që janë transferuar me VKM pushtetit vendor janë lënë pa inspektim, pa mirëmbajtje, pa përgjegjësi. Ura e Maliqit, ku u hodhën 208 milion lek në vitin 2023, për të rinovuar funksionalitetin hidroteknik, nuk i shërbeu banorëve sepse portat nuk funksionuan. Sot, ajo ka vlerë thjesht artistike dhe jo teknike. Hidrovori i Vreshtasit, së bashku me 500 milion lek të përlara nga fondet e emergjencave, dështoi. Argjinaturat u çanë në pikat e dobta, të cilat nuk ishin përforcuar dhe rrjedhimisht u përmbytën prodhimet e bujqësisë, të cilat u shkatruan, veçanërisht kultura e misrit dhe patates. Ku shkojnë të gjitha këto lek që përmendëm sipër, ndërkohë që nuk shërbejnë as për të parandaluar përmbytjet dhe as për të zbutur dëmet e tyre. Problem tjetër u shkaktua në rrugën rurale Velçan-Mesmal, e cila raportohet zyrtarisht dhe në mënyrë të rreme, që u bllokua nga inertet e shumta të sjellë nga poroji i fshatit Velçan, ndërkohë që e vërteta është krejt ndryshe. Rruga është dëmtuar nga hapja e digës së jashtëligjshme të veprës së marrjes numër 1, dega Selc e hidrocentraleve Kasollet e Selcës me zhvillues Gjengo Energji SHPK. Ky investim në shkelje të rregullave të projektit, lejes përdorimit të burimit ujor, projektit zbatimit pa vlerësim të ndikimit mjedis, pa certifikat përdorimi, me mbrojtje drejt për drejt dhe me patronazhim direkt të pushtetarëve të majorancës, endet prej datës 12/2/2020 në dyert e Spakut, prokurorisë Korçës, prokurorisë Pogradecit dhe së fundmi prokurorisë Elbasanit, sepse ky është kalvari i sistemit të ri të drejtësisë që ju keni krijuar, i cili nuk i zgjidh hallet e qytetarëve, përkundrazi i thellon ato. Pra praktikisht, rruga Velçan-Mesmal u bllokua nga një digë jashtëligjshme e hidrocentralit Kasollet e Selcës e favorizuar politikisht, banorët mbetën të izoluar pas një kujdes dhe pas një institucion që të evidentojë shkaqet. Këto që përmenda këtu nuk janë thjesht fakte rutinë, janë historitë e njerëzve që humbën gjithçka, ndërkohë që shteti i tyre heshti. Në gjithë qarkun, lumejt, Devoll e Dunavec nuk janë thelluar, kanalet kulluese nuk janë pastruar prej shumë kohësh. Emergjencat civile ishin të papërgatitura, pa hartë rreziku dhe pa plan reagimi. Banorët e qarkut Korçës nuk panë shtet, panë vetëm ujë që merrte me vete punën e tyre, shtëpitë e tyre, jetën e tyre. Dhe ndërsa ata kërkonin ndihmë, qeveria fliste për projekte bujqësore që përmbyten nga miqtë e saj. Kjo nuk është thjesht një fatkeqësi natyrore, kjo është krizë e menaxhimit shtetëror. Fondet e emergjencave janë shpenzuar pa efekt, investimet janë kthyer në fasadë dhe për fat keq banorët mbeten viktima të së njëjtës tragjedi vit pas viti. Qeveria nga njëra anë fton qytetarët të aplikojnë për paketa malore, ndërkohë që miqtë e po asaj qeverie përmbysin pemtoret e financuara nga SBR-ja. Kjo është paaftësi e kombinuar me klientelizëm dhe për ne është e papranueshme. Të nderuar kolegë, Shqipëria dhe qarku Korç nuk mund të jetojnë vit pas viti në gjendje emergjence të përhershme. Ne kemi kërkuar dhe kërkojmë marrjen e masave të menjëhershme për mirëmbajtjen e kanaleve dhe të argjinaturave, për inspektimin teknik të digave, të hidrovoreve, të urave. Kërkojmë
dhe kemi kërkuar një hartë rreziku për përmbytjet dhe ndalim të ndërtimeve të paligjshme në shtratin e lumejve. Kemi kërkuar dhe kërkojmë transparencë për investime afatgjata dhe jo të vazhdojmë me fasada dhe me klientelizëm. Gjithashtu, kemi kërkuar një vlerësim të plot të dëmeve dhe jemi ende në kohë që të marrim masat për dëmshpërblimin e plot të krijuar të dëmeve të krijuara nga përmbytjet. Sepse ne mendojmë që përmbytjet janë natyrore, por dëmet janë njerëzore dhe ekonomike. Dhe ky parlament ka në dorë të zgjedhë të mbrojë qytetarët apo të mbrojë klientelin e pushtetit. Sepse banorët e Korçës, veçanërisht ato të përmbyturit, tani nuk kanë nevojë për premtime, po kanë nevojë për një shtet që funksionon, që u gjendet pranë dhe që i dëmshpërblen. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zoti Vullnet Sinaj, përgatitet zoti Eno Bozdo.